Radio Dëshmia u paraqet hadithin e ditës. Transmetohet nga Abdurrahman Abdullah ibn Umer al-Khattab radiyallahu anhu se ka thënë: e kam dëgjuar të dërguarin Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: tre veta nga një gjenerat para jush u nisën për rrugë. Një ditë i zuri nata para një shpellë në të cilën hynë dhe bujtën. Një shkëmb u rrokullis nga kodra dhe plotësisht e mbylli hyrjen e shpellës. Ata thanë: shpëtimi nga ky shkëmb është vetëm që ta lutim Allahun e Madhreshëm që ta largoj për hir të veprave tona të mira. Njëri prej tyre tha: o Zoti im, unë i kam pasur prindrit pleq të thinjur dhe asnjëherë para tyre nuk ju kam dhënë të hanë e as të pinë fëmijëve të mi, as mallit tim. Një ditë më argëtoi kërkimi i kullosës më të mirë për kupen time. E nuk ju erdha më kohë dhe ata kishin fjetur. Unë e mora qumshtin në enë dhe u asolla, por i gjeta duke fjetur. Më erdhi keq t'i trazoj, por edhe që t'i ushqej familjen dhe shërbëtorët, andaj kam pritur me enë në dorë dhe kam shikuar kur do të zgjohen. E kjo pritje ka zgjatur deri në agim. Fëmijët e mi, aty të këmbët e mia klithnin të uritur, të cilëve u kam dhënë qumsht pasi janë zgjuar prindrit dhe e kanë pirë qumshtin të cilën ua kisha sjellur. O Zoti im, nëse këtë e kam bërë vetëm për ty e për askën tjetër, atëherë na e largon neve këtë shkëmb nga hyrja e kësaj shpellë në të cilën gjendemi. Shkëmbi pak u lëviz, por jo edhe aq sa të mund të dalin. Njeriu i dytë tha: o Zoti im, e kam pasur një kushërirë të afërme, të cilën e kam dashuruar më tepër se tërë botën. Sipas një transmetimi tjetër, e kam dashur aq fort siç i duan burrat grahat. Andaj kërkova prej saj siç kërkojnë burrat prej grave të tyre, por ajo nuk më lejoi. Një vit mbrëndronte uria e kushërira e dashur më erdhi dhe unë i dhash 120 dinar, monedha ari, që të vetmohet vetëm ajo me mua. Dhe kur ajo ashtu veproi dhe unë u bëra pronari i saj, sipas një transmetimi tjetër, kur e përqafova ashtu siç e përqafon burri gruan e tij, ajo duke qarë më tha: frikësoju Allahut dhe mos ma merr virgjinitetin pa të drejtë. Atëherë u largova prej saj duke e kursyer nga akti i turpshëm, edhe pse e doja më tepër se çdo kënd tjetër. E lëshova në liri duke i adhuruar të hollat e dhëna. O Zoti im, nëse unë këtë e kam bërë vetëm për të fituar kënaqësinë tënde, na e largo këtë në të cilën jemi. Shkëmbi përsëri edhe pak lëvizi nga hyrja e shpellës, por jo edhe aq sa të mund të dilet prej saj. Njeriu i tretë tha: o Zoti im, unë kam pasur rrogëtar dhe të gjithëve ua kam paguar me njëherë fitimin e merituar, përveç një njeriu i cili u largua para se ta marrë mëditjen. Unë mëditjen e tij pastaj e kam përdorur si duhet dhe pasuria e tij u shumëzua. Pas një kohe, rrogtari im më erdhi e më tha: o robi i Zotit, mi jep hollat për mëditjen time të papaguar. Unë i thash: krejt çka sheh, pasuria, delet, lopët, devet dhe robërit janë prej mëditjes tënde që është shtuar. A i tha: o robi i Zotit, mos u tall me mua. Unë atëherë i thash: unë nuk po tallem me ty. Pastaj e mori tërë mallin dhe e çoi, duke mos më lënë asgjë. O Zoti im, nëse unë këtë e kam bërë vetëm për ty, atëherë na largo këtë shkëmb nga hyrja e shpellës. Shkëmbi u rrekullis, kurse udhëtarët dolën dhe vazhduan rrugën. Muttefekun alejh.